Jo, derisa me thanë që ky vit bashkë me pak vitin tjetër, për mu kanë kënë, si se thash vetëm njësoj, po më kanë ba me reflektu edhe me menu që kur njëri nuk duhet më dërzu. Njëri i dërzohet vetëm kur të merr vdekja. Se sa është njëri gjallë, ka në fakin të, sa është njëri gjallë, a shpresa edhe nuk i dihet jeta mund të marrë të pjetë, po mund të marrë edhe për pjetë. Kështu që njeriu duhet me jetu jetën ashtu si t'i vinë prej Zotit, dhe kur mos të heqën dorë prej Zotit, sepse Zoti është ai që e ka shkruar për ne. Në fakt, në qoftë se kam pas një gjë shumë të keqe që kam kalu në këtë vjet, edhe i thu Zotit që të lutem mas merr, se s'jam gati për me ik. Edhe a din qa, e kupton që prej mas Zotit ka marr, edhe ta ka lanë. Ta ka plotësua dëshirën, ta ka ni. Atëherë mas e merr mësohesh për me thonë, s'ka me marr jetën për kredit, se s'po m'vjen as fjala shqip, don't take it for granted. Sepse ata ka lënë shansin shijoje, ata ka lënë shansin jetoje jetën. Nuk po faleminderisht mallit Zot mundem me marr frym, po bën që çdo frymmarrje të ketë kuptim. Edhe t'jetë falënderim ndaj Zotit, edhe ndaj çansit të dytë që t'ka lënë, ose të tretit ose të katërtin, sepse Zoti na jep mundësi pa fund.